وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله الذي جل وعلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجتبى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. Gjitha laudrimet dhe falinderimet përkasin vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pa shok, prej tij kërkojmë ndihmë dhe falje, paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do të ndjekin rrugat e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet tjetër me të drejtë përveç Allahu xhaleshanu dhe dëshmojmë që Muhammedi është robi dhe dërguar Allahu xhaleshanu. Vlezër, dita ose momenti kur thot njeri edhe kur bindet La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gati momenti zakonisht ne mendojmë që kemi 5 detyra: falje namaz, dashmia, falje namaz, zakat, agjerimi Ramzan ose haji. Po ka edhe një detyra që është detyra më e madhe, edhe ai fillon me njëherë nga njerëzit që janë më të afër. Mendoni ju që dërguar Allahu xhaleshanu kur erdhi shpallje e pari, ai nuk kishte farz as namazi, as agjerimi, as zakati, as haji. Gjitha detyrat kanë ardhur me ones. Namazi pas 9 vit afërsisht, agjerimi pas 15 vit. Në viti 2 hijreti ka ardhur Ramzani. Edhe zakati në viti 2 hijreti, domethënë pas profecia, pas 15 vit. Edhe haji ka ardhur në viti 8 ose 9 hijret, kuptimi është pas 21 vit është bërë haji farz. Atëherë, adhurimi e pari që është detyrë për njeriu pas thënie shahadeti është të thrasësh njerëzve më të afër tek Allahu xhaleshanu, të besojnë atë. Allahu xhaleshanu për këtë shëllimi i lartë ka dërguar 124.000 profet afërsisht, alayhimus salawatu wat taslim. Kjo është detyra e madhe që Allahu xhaleshanu ka zgjedhur njerëzit më të mirë që ishin për garobët e tij. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu transmeton një hadith nga dërguar Allahu xhaleshanu që Allahu xhaleshanu kur ka mblidhur në formën e mizat shpirtrat të gjithë robët e tij para sa krijon në alamul arwah, ne jemi në alamul dunia, kuptimi është mund të themi ne në gjendje bota jemi këtu, pasi vdekja jemi në alamul barzakh, një bota që është barzakh, ashtu një bota që ishim ne, ku janë gjitha i shpirtra, ishim ne, njerëzit para nesh edhe ato që i kanë për të ardhur, sa të janë krijuar, vetëm nuk ka ardhur prezenca atyre momentalisht në këtë dunia. Po edhe ato janë gati. Dërguar Allahu xhaleshanu na thot një fjalë shumë e mirë: al-arwahu junudun mujannadatun. Që gjitha i shpirtrat tek Allahu xhaleshanu si ka ushtria ka pozitat e vet, njëri pas tjetër, ashtu janë i shpirtra. Edhe Allahu me ushtrit e tij kur vin koha cilë në këtë dunia. Atëherë Allahu xhaleshanu thot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka parë shpirtat të gjithë robët e tij që ishin për të ardhur deri në Kiamet. E pari në hadithi i dërguar Allahu xhaleshanu është që ka goditur dora e tij Allahu madhruar në shpatura Adam alayhi salatu wassalam, i djatha, edhe kanë dalë gjitha fëmijët e Adam që kanë ardhur deri në Kiamet. Edhe ashtu në anës i majtës Adam, edhe kanë dalë gjithë fëmijët e Adam që ishin deri në Kiamet për të ardhur. Dhe në dijen Allahu xhaleshanu, se dije Allahu është fillimi dhe fundit, çdo dije
çfarë ka ndodhur në jetën tonë dhe çfarë ka për të ndodhur, na dijen Allahu është. Atëra e me dijen e tij kush ishin njerëzit xhennet, ai di, edhe kush janë njerëzit që nuk kanë për të besuar, Allahu xhaleshanu di. Ato ishin prezent për Allahu xhaleshanu. Edhe Adem alayhis salatu wassalam njehte cilësitë e tyre. Dhe thot Abdullah ibn Mas'ud, Allahu ka parë zemrat atyre. Edhe njerëzit që ishin zemrat më të veçanta, më të mira, më e butë, më të lehta. Vlezën ne dim, zemra jonë kur është ngusht, kur është keq, kur është mirë, kur në falim një namaz, edhe dalim disa lutë për Allahu xhaleshanu, atëherë dihemi sa lehta është shpirti jonë, zemra jonë, sa i kënaqur është. Sa afër Allahu xhaleshanu është, edhe sa pesha lartë është nga në muradet. Edhe Allahu kur ka parë, kur ishin ato robët Allahu që ishin njerëzit më të mirë, atyre ka i zgjedhur Allahu xhaleshanu për të verë, për të shpallur, për profecia. Atëherë, pozita profet nuk merr njeri nga veprat e tij, nuk merr nga mundimet e tij, po ai vin vetëm nga i zgjedhja e Allahu xhaleshanu. Edhe jehudët janë umërzitur me Allahu xhaleshanu. Djali nuk takon ta umërzit me babi, apo jo? Babi takon ta umërzit. Krijesa takon ta umërzit me krijesin e vet, a ka logjik? Çdo gjë që kemi është mirësi Allahu, çka kemi për të umërzitur me Allahu xhaleshanu. Po unë jam duke të treguar, ato janë umërzitur me Allahu, edhe prandaj nuk kanë pranuar Islamin. Umërzitja atyre çfarë është? Që pse profeti i fundit ka ardhur nga familja Ismail edhe s'ka ardhur nga fisi jonë, nga banu Israil. Kishë umërzitja atyre me Allahu xhaleshanu. Edhe kanë filluar luftë me Allah. Luftë kuptimi është do kundërshtojmë ty. Edhe prap mendojnë ne jemi dashur të Allahu xhaleshanu, pak ditë ka për të futur në xhehenam, edhe pastaj do shpëtohemi. Mendimet e veta. Njeri nëse mendon vetën, unë jam ashtu, kush dalon? Endrat janë farës, shikon njeri, ashtu është dunia. Por realiteti, Allahu xhaleshanu ka e gjykimi me drejtësitë e tij që e ka bërë ligj Allahu. O man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allahu ka bërë ligj. Përveç shirku, çdo gjë falet. Shirku është që nuk falet. Atëherë është shirk, nëse nuk ka pranuar profecia. Edhe nuk kanë pranuar profecia, kaq nga atëherë atë janë mallkuar nga Allahu xhaleshanu. Ghayril maghdubi alayhim wal-dallin. Dhe ayat tjetër, dhuribat alayhim adh-dhillatu wal-maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah. Ne kemi vendosur në balje atyre dhillat, poshtrimi dhe fukaralliku. Edhe ato janë i kthehur duke marrë mërzitje Allahu xhaleshanu. Edhe ky vendimi Allahu është deri në kiamet. Atëherë Allahu xhaleshanu ka i zgjedhur ato që ishin profetët. Abdullah ibn Mas'ud thot, edhe gjithë profetë që janë njerëzit më të mirë, Allahu xhaleshanu ka i zgjedhur për të thirrë tek vetë të thrasin tek Allahu xhaleshanu. Edhe përndaj dërgoi Allahu xhaleshanu kur erdhi pasi shpallje e pari, ai ishte i shqetësuar shumë, atë shumë i shqetësuar që kërkon vinë në shtëpi dhe thot zammiluni, dathiruni, ma mbuloni me qërqë. Ambienti Makka, wapi ma atia ku ka nevojë mbulesa edhe Betania. Po është duke kërkuar ai mbuluar për Betania. Edhe pastaj Hadija pyet çfarë ka ndodhur. Po dërgoi Allahu xhaleshanu kur ka treguar që ka ndodhur ashtu, ai është i shqetësuar nga përgjegjësia e madhe që ka ardhur nga Allahu xhaleshanu. Se deri tani ishte vetëm diçka përgjegjësia fisin e vet, kurse tani është përgjegjësia gjithë njerëzit të marrin rrugat e ti do të lajmërosh njerëzve. Dhe kjo lajmërimi ishte shumë puna e vështirë për profetin alayhis salam. Por dërgoi Allahu xhaleshanu pastaj ka vazhduar misionin e tij, edhe ashtu shokët profetit alayhis salam. Leza gjendje më të vështirë, ato nuk kanë lënë. Ne dim, kemi lezuar, kemi dëgjuar jeta profetit sallallahu alaihi wasallam. Ato kanë arritur lloj mënyra kanë përdorur, një herë kanë thënë, hajde mirë. Deri sa ti nuk je duke dëgjuar që ndalosh duke
mohuar ato zotrat tona, bëjmë një ditë ashtu që një ditë, ose gaher hajde ti adhurova atyre, gaher ne do falemi namaz me ty për Allahu Gjelle Shanu. Edhe Allahu Gjelle Shanu ke zbritur, oferta mirë duket. Sa, hajde unë dhe të bëj pak ditet ato, pastaj bëjmë musliman, kur të shihen namazi. Asnjëherë, vëllezër, për të thirrur tek feja Allahu Gjelle Shanu nuk duhet përdorimi rruga që është kundra feja Allahu Gjelle Shanu. Atë rrugë do përdorësh që është drejt, që ka thënë Allahu Gjelle Shanu. Jo pak ditë do të bëj unë edhe pastaj do bëhen mirë, s'ka për të dutur ashtu. Nëse ishte Allahu Gjelle Shanu kishte lejuar për profeti alayhis salam. Edhe Allahu ka zbritur qul ya ayyuhal kafirun. Që o njerëzit mohues. La a'budu ma ta'budun, unë nuk kam për të adhuruar atyre që ju një duke adhuruar. Edhe pastaj na fund fare Allahu thot lakum dinukum waliya din. Nëse ju bëni ashtu, që ne dojmë këtu, atëherë më mirë ju vazhdoni në feja juaj, unë kam kjo feja ime dhe kjo është rruga drejt. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kjo është rruga im, edhe nga ana këtë rruga im unë jam duke thirrur juve tek Allahu Gjelle Shanu. Ala basiratin, me gjithë plotësisht e zgjuarësia edhe me kuptimi plot. Nuk kam një dyshim që a do të arrijë tek Allahu Gjelle. Jam 100% bindur